Një gjallë e murë nënën e vetë. E nejnë shpinë, plak ishte 90 veçare. E nejnë ka, edhe u selke u kolla qabës të vaf mi bo. Të vaf nënës ama në shpinën e gjallit. Ishte 90 veçare plak. Plak. E lagi gjallin e vetë se ishte e smut. Urinën së në manë të nëna. E lagi gjallin e vetë, e urinojnë teshët e ati. Masi e krevë të vafin, ju afru i gjallit u merit, Abdullaj. Se jep në Omar. Oj, biri i zotriju të madhë tonit. A i kam dalë, tha nonës haku. Në krate, të vafë me nonën në kratë. A i këshiri njëherë. Edhe i thaj, nëma hi e hasana. Tha nonës, ja ke bonit mirë. U kri. Tha nonës, ja ke bonit mirë. Tha, a dhe tash si kam dalë haku ta. Tha, ja ke bon nonës një të mirë. Pise vap, e keve, ja ke bon nonës një të mirë. Nuk shkoja e man të nonën në krah dhe prit ka hala më abet. Kure pas e po prit hala, tha pra për të kalzoj hala gjale as të berit. Tha urdhno, tha zotri. Tha ndëgjo mirë pra. Tha kur ke qenë ti në krajin e kësaj. Kur ke qenë ti në krajin e kësaj. Qështu e ke lag prenin edhe krajin e kësaj, si kjo shka ta ka lag prenin tije. Ajo të knoj ke ti e kongë për mu rrit, ati jetu pas dëshirë që kjo të vdese. A për prit halamet kalzua. Që për të kalzoj pra. Kur ishe ti në prenin e kësaj një harmoti, e lakshe si ti, si kjo shka të ka lag. Ama ajo i knojnë ke kongat më u bo pashti. Ajo i knoj ke kongat më u bo plak katuni. Ajo i knoj ke kongat ti më u bo vezir. Ajo i knoj ke kongat thike ti më u baf sultan nonës. Ati e lakshe. Ati tash po e ban kra me bon të vafe dhe po thua zot. Kur ta li se heke si kësa i dinjone. Tha wallahi, billahi, tallahi, tha kështu kam qenë të mendu. Tha po e di, tha shka ke qenë të mendu. Nuk kam kjo punë për neve, e pa njëfshme. Hakit të thonë në desa, a qështu i dilet hakit nonës të thonë në desa? Pra, nonës hakit nuk i dilet edhe u kri, ashtë te me mbyllën ajo. E unë e motë, të riku kanë thonë, sa mundesh me afru, mas shumë ti mundesh me afru, deri me një vend, si tja u bajsh me dije, diqish, se ti ato i donë. Deri që tu kanë thonë mujtët më ardh njeri, edhe kjo nuk ka e vogël, kjo shumë e modhe, ato me besu se ti i donë të dit, edhe kanë thonë se këtu bëhat dishka, kjo nuk ka e vogël, kjo e modhe, ama hakët mi dalë asë njare. Pra në islam, nona i pët në kra, bëhat të vaf me ta, i duron kejtë që ato se ajo anon se të ka duru t'i ala, ma gatë se 7 minuta të bëhat të vaf, ka bëjt në barkë. Këtë sisteme kemi na, kemi shku sistemin e huj, një tuf lule nonës për 7 mos. Që tërfen shka i keni afru nonës për 8 mars, po edhe një busqeshje pra. Na nuk i kemi afru vetëm një tuf lule, edhe një busqeshje ja kemi afru. Po ta shofim, qka u bo, që shumë busqeshet ju, qka u bo? Pra, në gjëni mirë, nëse ju jeni ato gjinonës, ja keni afru për 8 mars një tuf lule, edhe ja keni afru për 8 mars një busqeshje, kjo e ka kuptimin se ju me 9 mars deri në 7 mars vitit kaluet, vitit arshëm, ja keni këthia saj shpinën. Mas i sot një busqeshje ja pa një afru 364 ditë qera shpinën ja keni këthi pra. Na në islam nuk e kemi kështu jetën. Na në islam nuk e kemi, jeta jo nuk ka kështu. Jeta jo në ndrishe. Ne edhe në gurbet kur në merë molli për nanën, kush e ka përjetu dhe për babë, na del loti i sinit prej gurbetit, edhe a gjetë tufja e lullës ja afrojmë nanës, a shramja e pikës lotit prej sinit ton, Allahu gjëlle zelaluhu ve gjëlle shanu, ka thonë në fejën ton, se qajo pik loti për shiqimin e balit nanës prej gurbetit larkë, kur të merë molli, a shiu i cili e shim zarmin e gjehnemit tanë nesër. A një urnëti pra me një tuf lune dhe me një busqeshje, një herë më të mëtë zarmin tanë, i cili a shkall 1000 vjetë për të kuskush gjehennemi, a shkall 1000 vjetë tjera për të nëzi. Shime si të mujsh me shim. A keni ndëgju gjemati jam indershëm se filonit kryu ka kall zarmi e kanë shim me lune shpia kryu ka kall, a keni një?
A keni një se plemja kër ju ka kalë filanit ka të nartë me lulli a kanë shim, a keni një? A keni ndëgjutën e arës se kër a kalë shpia filan ka të nartë ja kanë shim me buseshe? Kanë shku kër azarmi që janë buseshe, një ishte shimët këse na, u buseshëm na. Nuk shimët me buseshe zari i gjahnemit, zari i gjahnemit shimët me lotin e sinit për apetitet e dashuries ndaj prindin, ndaj nanës edhe babës, që ti ju ke bo shumë damet mloja, ju ke bo shumë shqetsimet mloja ative njëherë. E ti me shka po donë me la këta? Po donë me la me kulturën e Luksemburgazve, po donë me la me kulturën e francezve, po donë frëngjisht mura zduzhit, shqipi thojnë me nanën dhe me babën. Frëngjisht, ha? Jo vlavë jam i dashur, jo në asë një mënirë, vetëm mënirë islame mujtë është me kri. Largonu prej tabijateve të ative shka s'janë të tuja. Largonu prej tabijateve të ative që kanë morë hovë programitisht me i fut tabijatet e veta, që ju ka thonë Allahu në Kurani Kerim, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Jahudit edhe krishterët kur s'kan me qenë pajtim derisa ju nuk thoni po tabijatet e ju, në mënyrën e festave, mënyrën e besimit, mënyrën e veprimit, mënyrën e rregullorës, mënyrën e jetës përditshme, mënyrën e orarit ditor për juve dhe ta marrin, nuk kemi na tonën, prej tonës do të hekim dorë kur ta pranoni këta do të jenë të kënaqur me ju.